Radio. Albania Radio. Mirëmbrëma të dashur shqiptar, mirëmbrëma të dashur miq. Sot është dita e Abçus, dita e enjte, dita ku nis një rrugtim i ri në dita e tajfunit. Ky shiu është asnjë gjë përpara nesh, kuptohet. Ke iden nga ka ardhur fjala tajfun? Tajfun ka ardhur nga një fund i shkurtër që është i bërë nga një dizajner me emrin Taj. Atëherë të dashur miq, do jemi së bashku me Abçun, me Visjanin dhe me Cubin. Me Cubin gjithashtu me neve do jetë ajo më e mira e DJ-ve të trojve shqiptare. Kloj, e cila gjithmonë na shoqëron në pultin e transmetimit. Dhe Kloj është si një uragan. Ne jemi tajfun, Kloj një uragan mes nesh. Me raste. Me raste, për shembull sot ja nuk ka futur ende asnjë efekt. Po prit se sa ka filluar. Do thotë që akoma është në një gjumë letargjik, momental. Sa të ftyllohet. Sa të ftyllohet, ndoshta indikon edhe pak shiu. Jo, e di çando. Këta DJ-t që janë para Klojit ja bëjnë lëmsh atë. Ata kanë fajin. Ja ngatrojnë folderat të Klojit dhe vjen Kloj dhe shef sa foldera që si ka patur më përpara dhe thot, what the heck? Juve aty duhet i ikni urgjent tani dhe ta lini Klojin të bëj punën e saj. Atëherë për gjithë juve të dashur dëgjues, do jemi së bashku deri në orën 20:00 me Abçun ton të dashur, me rubrikat tona të veçanta që do na shoqërojnë sot për gjatë mbrëmjes. Do kemi telefonata me qytetarë të cilët do kenë dëshirë ta thonë të tyret. Mund të jetë çfarë do. Do kemi edhe një të ftuar se harrove. Do kemi një të ftuar, e kemi surprizë, por do ju themi vetëm një detaj. Që është Rumune apo Rumune? Rumune. Nuk është Romune, është Rumune. Rumune. Romania është shteti, por ne në Shqipëri dhe Rumani. Po ikë po ti si në metro me Rumani. Po si më Rumani? Jo, ne i themi Rumani. Romania. Romania, nuk i themi Romania. Bëri të stien dhe po kjo nuk është nga familja e Drakulait. Nuk janë, po jo, ne do të pyesim se un kam dëgjuar që kjo ka lidhje me Drakulait. Okej, më mirë le ta zbulojmë atëherë kur të na vi, kur të jetë këtu prezent. Si shkoi java për ty? Ishte një javë bomb energjike, po. Qyqja. Ne sot ditën e vrat njeri mëj. Jo, nuk kemi vrarë njeri, po me bomba tona ne i bëjmë njerëzit për të qeshur. Njerëzit kënaqen, shijojnë sepse ditën e mërkurë ne kemi qenë live me Portokallin. Si çdo të mërkurë tashmë, derisa ata që duan të vinë dhe ta shikojnë Portokallin live, duhet të rezervojnë bileta tek ticket.al, top.channel.tv, po ta hapësh linkun të top. Mos na ngatro. Te topvizchannel.tv e klikon dhe ke aty bileta dhe kur klikon atë dalin bileta ose për Aurela Gaçen ose për Portokallin. Po, kështu që mund të shkoni të dy show, pse jo? Do kemi të ftuar special sot, do mësojmë shumë për të. Speciale, pse e tham dhe këtë, që është gjini femrore. Po, na ngatrove, na bëre lëmsh tani. Okej, e kemi gjini femrore dhe romune, dy element. Tani përfundimisht Romuna apo Rumune? Po si dush ti më? Tani në hartën e botës është Romania. Por në hartën tonë Rumenia. Në hartën shqiptare Rumania. Rumale. Kanë qenë sa kënd Rumale. Po na thret çike është e çuditshme, po na thret pa gjaku me këta rumunët. Ballkanas jemi, duket sikur jemi pak a shumë një gjithsesi në Itali nuk i duan shumë prej vitesh rumunët, sepse rumunët se kanë bërë prapësira prandaj. Kanë shumë prapësira siç kemi bërë dhe ne në Greqi. E vërtet. Më tani ti pranojnë sa gjëra mane. Gjëra që ndodhin. Mirë, megjithatë Visjan, unë them të ndryshojmë totalisht temë, sepse sot ja do të ta them tani. Sot është data 27 mars. Sa bukur kot. 27 mars pse çfarë si event? Kaq veçantë do thuash ti. Po, pikërisht. Në 27 mars të vitit 1998, Okej. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, FDA, miraton Viagrën. Prit, ky është vetëm fillimi. Për të përdorur si trajtim për impotencën mashkullore. Për këtë arritje, bashkëzhvilluesi i kësaj pilule, kujdes tani. Mjeku me origjinë shqiptare. Po, dikte se nuk më habite. Tum për ata që nuk e din. Po. Ferid Murati. Po. U nderua me çmimin Nobel në mjekësi. Ferid Murati është Cubi, ky që the më ke hapur një temë fantastike. Shiko tani.
Feridi është një ndër po të themi shqiptarët e vetëm të historisë të Shqipërisë, të larë shqiptare që është vlerësuar me një çmim kaq të madh, sepse është vërtet me origjinë shqiptare. Tani kur është shpikur ky si medikament, ajo është shpikur jo për Viagrën, jo për impotencën maskullore. Nuk e di tani nëse e kisha aty si gjë, por është shpikur për një arsye tjetër. Cila ishte kjo? Për impotencën maskullore ishte. Jo, kur është shpikur si medikament, po them, lexoje mirë informacionin. Kur është shpikur në fillim ka qenë për një trajtim tjetër mjekësor dhe më vonë dhe gjatë rrugës pastaj më vonë u klasifikua vetëm për impotencën. Po, dakord, po në 27 mars të vitit 98, atëherë ka marrë domethënë fiks emrin, po themi Viagra. Atëherë ky produkt dhe pati këtë lloj drejtimi. Po, ky produkt u klasifikua si Viagra, e kupton? Po kur u shpik për të parë nga në fjalë, nuk ka qenë për të patur këtë funksion, e kupton? Mirë, dakord, se në përgjithësi ndodh kjo që bëjnë, po themi, një lloj kërkime shkencore njërin e tjetrën për një X gjë të caktuar dhe del pastaj ilaçi për një gjë tjetër. Por ajo që është shumë e bukur është që Feridi e ka nënën, e kishte, se Feridi nuk jeton më, e kishte nënën nga Illinois, po çon si ka kjo, ndërsa babain e kishte nga Gostivari. Wow. Edhe ne këtu krenohemi ne. Se nëna thua nuk ka rëndësi. Çfarë na thon? Miqë na dëgjojnë, për pos fakti që na komplimentojnë, na përshëndesin me shumë dashuri. Edhe di kush është balerinë, e gjen dot kush është? Balerinë? Është balerinë. Jo, nuk e gjej dot. Nuk kam shumë shok edhe miq vërdall balerinë. Ka qenë në Dancing with the Stars, ka qenë me një konkurrente këngëtare që pastaj u lidhen së bashku me Elhaiden. Jo. Po kush është pra? Ledian, I love you brother, të përshëndes. Faleminderit që na dëgjon. Ledian, faleminderit, përshëndesi. Subi grop, zverdh skuq si herën 4 lloj ngjyrash, nuk të dalloj kush je. O vlla, kishte frikë flas, o cup, si e spak më zemra. Pse flet me panik? Përshëndesim, po se mos themi ndonjë emër që love you brother, faleminderit që na dëgjon. Edhe jo vetëm Ledianin, por përshëndesim të gjithë dëgjuesit besnik të Top Albania Radios, në veçanti Subi, dëgjuesit tan besnik. Të Apçus, gjithashtu përshëndes tani. Po më të veçantë Giganti, DJ Vini, i cili ndodhet në anën tjetër. Vini, love you brother. Vini, mirë se faleminderit që ke ardhur pranë nesh. Se që po bën aty me klojnë, se që po sajoj, nuk e di, por... Po bën një kështu një imam balajdi aty me njëri tjetrin. Po gatuaj, se të po gatuaj. Po shko, Visian, unë them që veçanërisht do përshëndesim ata që ndodhen në trafik, se ne i kemi pikë të dobët ata. Çfarë ditë, çfarë trafiku sot. Çdo të njëjtën ne i kemi kështu. Sepse ata i kemi më besnikët nga gjithë të tjerët. Po ata, shiko, nuk janë besnik ata, sepse të thuash besnik ata janë nga halli. Po se s'kan ku të shkojnë. Besnikët janë ata që edhe kur janë në trafik, hapin radio, në aplikacion, telefon, kudo, dhe na dëgjojnë më Subi. Po këta janë besnikët që meritojnë një hapçuf fytyrës. Në një lloj forme, besnik ai që dhe po të jetë në shtëpi në atë momente, zbret poshtë, hap makinën, edhe vazhdon dhe na dëgjon ne, dhe thotë jam në trafik. Ku i ke idiot? Po dëgjoj jam në trafik, duke dëgjuar ata të dy. Ose besnik është ai që është në hale. Është në hale. Edhe del ashtu me vrap, i pa ngritur akoma. Është dalë duke bërë. I bërthen rrugës në për korridor ato pantallonat e shkreta. Sa hyri. Po inicioj të gjithën tani, gjithë imagjinata. Po mirë, mos s'është monolog. Ai sa hyri në hale. Po sa hyri, po nuk ka rëndësi. Jo. Po disa shpejtë nxorre, prit. Jo, do zbresin makinë edhe ai. Që të justifikohet e gruaja dhe të thotë jam në trafik. Jam në trafik. Pse grop Kristian? Ishte në shtëpi më shpirt. Po shumë mirë, na dëgjon më mirë kur zhvetëm se gruaja do vazhdoj laka me ato të vetat. Atëherë dy fjalë për Cubin. Cubi sot është kalojtur. Ja pra. Po jemi u rikthyem dashur miq dhe erdhëm në momentin e asaj ku përzihet aja me in ose ija me an, varet nga gjuha që përdorni zakonisht. Rubrika aja me in. Më trendi e momentit, rubrika AI. Rubrika AI.
Dhe sigurisht në këtë rubrikë ju do dëgjoni çudirat që implementohen nga inteligjenca artificiale dhe interpretohen nga artistët tanë të shquar, nga e madhja, legjenda e Tepelenës, Nderi Kombit dhe mjeshtra e madhe e poezisë dhe artit, kulturës, Esmeralda Metka. Cubi ose Aka Cubi, e cila vjen me një poezi të bërë nga AI, të interpretuar nga vet ajo, me titull Fatura e dritave. Po e ta them unë. Po jo më lër, po pse e kaq katunare Tepelenë? Vazhdo. Fatura e dritave. Për Inat Luisianit, fatura e dritave. Erdhi fatura. Më rasi bombë. Çka ndodhur? Mos po tallet elektricisti sot? Më thot lampa, hej, Timi, mos u bëj budallaqe. Paguaj më shpejt se do më fikësh, o taralaqe. Çfarë shifre është kjo? Si fatura e një mbreti. Sikur të kem bare e restorante unë i shkreti. Unë një shtëpi 1+1 kam, 50 metra katror. Lampa më thot, hajvane, më ke lëndezur gjithmonë. Po ti më i lamp, je më shtrenjtë se një burr. Tani, nuk di të ta shpjegoj se ende s'kam një burr, por kur e shoh faturën, qesh me vete. Me aq para, mund të kisha bërë dhe një burr për vete. Këto janë thjesht çaka që bëj me faturën çdo darkë. Por e di çfarë do bëj? Do blej një qiri, se me këto fatura do lë dhe lekët edhe brekët, se lesht i lash. Zi e më zi. Më mirë, një dritës qiriri ndezur çdo darkë, dukem dhe si romantike dhe hajti shala më sill ndonjë fat. Ua, qa. Asnjë pikë gishti nuk isha futur. Duket se ishte skandal. Duket që s'kishe... Si që kishte bërë AI. Duket që... Po jo se gjithmonë më thuaj, tani e besove që duhet fus ndonjëherë në një dorë? Cubi, ti mirë bën her pas herë të fusësh diçka, sepse e ndihmon AI, jep një tjetër qasi. Po e kam kuptuar bre vision prandaj. Tani Cubi, duhet të them diçka, poezia që do bëj tani, që do interpretoj tani, është një poezi që e kam bërë vetë. Është si tip omazhi për gjithë personat që kanë vuetur nga depresioni dhe ankthi. Është diçka pak serioze, ndoshta nuk është momenti, po edhe është momenti, duke qenë se është rubrika e poezive dhe një gjë e tillë përcjell një mesazh tek qytetarët. Shumë interesante. Titullin e ka O Ankth. Okej. Nata muzikë përplasen me shpirtin e zbrazët. E bëjnë më të vakët akullin e ftohtë në natën e vonë dhe vesën e lagësht. Zemra në vena shtyn frikën në plagën që hapet si vala në detin e qetë ku guri përplaset. S'është fizike dhimbja, po mendja del nga binarët. Përmbyset realiteti si Inception dhe ëndrat të hapen përballë si tinguj kitare, që gishtat lëvizin por trupi shtanget si para një filmi, pa fjalë mbetesh nga drama dhe ngjarjet. A kuptohen fjalët kur nga mendja nuk dalin? Po si mundet një qenie të shkundet nga mendimet e ndytat e qastit? Dilo drit, po mos dil prej qellit, por prej shtatit. Kam nevojë për ty si nata, si notat e pentagramit. Lësho tinguim poshtë terrin e ankthit. Mendje mizore bol torturove këtë qenie. Është toksore, shpirti nuk e njeh gjuhën tënde djallëzore. O ankth, o ankth, o ankth. Dhimbje kam, por se di qa kam. Pasqyr përballë, por se di kush jam. Unë bërtas se ja më dëgjon. Diçka nuk shkon. Kur diçka nuk shkon. O ankth, o ankth, o ankth. Vërtet shumë e bukur dhe faleminderit zënë. Në fakt ajo që ti përmend edhe pak më sipër, duam s'duam, është bërë tani duket sikur shoqëria është bërë kaotike dhe duke thënë edhe na vjen keq që forma e depresionit ka marrë formë kaq të madhe, me thënë drejtën. Për shembull, në gjithë individët që në historikun e tyre kanë përjetuar depresion thellë, ank ose atak paniku, e kanë përjetuar në momentin që qenia e tyre ka qenë një qetësi, një harmoni. Domethënë, fizikisht dhe nga ana e jetës kanë qenë pak të reatuar, e kupton? Edhe gjithmonë ai këtë moment shfrytëzon. Ndoshta jo të gjithë individët e kanë përjetuar në këtë moment, pa diskutim, por që dashje pa dashje është përqafuar, le ta themi në mas.
Dhe në fakt duhet pranuar dhe duhet kapur sa më shpejt. Duhet ta pranojnë të gjithë njerëzit, duhet ta pranojnë, të gjithë e kalojmë, në një formë apo në një formë tjetër. Çdo individ në një formë caktuar, në një nivel më të lartë, më të ulët, është i përballur me depresionin, me anksin, me atakun, me stresin, Por thjesht duhet ta kapi në kohë dhe të shpëtoj veten e vet. Edhe pse jo ta pranoj hapur, qoftë edhe në shoqëri, sepse dhe shoqëria ndihmon në këtë momente. Patjetër. Për gjithë ata që sapo sintonizuan, ju njoftoj dhe ju bëj me keqardhje me dije se keni humbur 1 orë nga hapçuja e sotme. Sa gjëna. Por qëndroni nga ky moment deri në orën 8. Është një orë tjetër fantastike që ju pret. Tani fillon zjarr. Tani të dashur miq, kemi ardhur në një zonë e cila është një zonë kaliente, le të themi, e hapçus. Samba, ti kanë. Është zona e shëndetit, sepse lidhet drejt për drejt me hapçun. Pra, të shtimet s'do ta mbajmë, do ta lëshojmë. Të çlirojmë, çaj kemi çfarë kemi për brenda. E telefonatave, rubrika është Netbets. Rubrika Shëndet Aq. Shëndet Visian. Tani po gjej pak numrin e telefonit që t'i kujtoj gjithë njerëzve që kanë dëshirë na telefonojnë. Që të ndaj një moment me ne, pse jo, qoftë edhe ta argëtojmë një bisedë më së normale. Atëherë, për gjithë ata që janë makinë për momentin, kanë dëshirë të bëjnë një bisedë me neve, jo shumë të gjatë relativisht, se Kloj pastaj fap ta mbyll se do vjen reklama. Kështu që numri i telefonit është si më poshtë vjon 069 20 47 299. 20 47 299. E kapi kush e kapi? Kujdes. Qyqja. Alo? Alo? No. Arroje. Alo. Loredana. Po më dëgjon ti mua? Loredana, po s'lejo telefonin Big Brother, moj. Mos trego. Arroje që të ka marrë telefon. Arroje. Okej, o Kloj, mos i thuj njeriu. Po Lori, ç'kemi? Visiani e ti. Po Lori, jemi në Top Albania Radio Live, ç'a ka ndodhur? Po, më dëgjoj. Po. T'ka marrë Jozi Peng, ç'a ka ndodhur? Jo, prit se ja tani do ta tregoj. Po. Se Ku je? Më thuaj ku je? Jam në banjo. Në banjo. Qyqja, mirë si fillim. Mirë. E kam futur brumin në furr. Okej. Edhe tani po pres që të piqet. Po ç'a ka ndodhur? Keku. Ore, Lori, a je mirë se po më shqetëson? Jam shumë mirë, po këta e di pse të morra. Po, pse morre? Që këta janë një serro. Këta të gjithë janë serro. Arroje. Nuk fitoj njeri këtu, nuk fitoj njeri. No. As bet laugh, se më dëgjoj, un kam të shpikur shprehjen time. Ç'a ke të shpikur? Kam të shpikur, po nuk e fute brumin në furr, nuk del keku. Lori, po kështu ka ndodhur gjatë gjithë jetës, domethënë po se fut s'del. No, ja provoje, nuk do të dalë keku. M'fal, po telefonin ku e gjete o Lor? Nuk ta tregoj se tregon vëllai të madh, është informacion nga jashtë. Ta solli mami që ta futi çet. No, është informacion nga jashtë dhe pastaj thon, jo po fletegli. No. Okej, ti mirë je përgjithësi? Unë jam mirë. Si po shkon me Jozin? Joz shinën. Jo, jam rrezitur. Pse? Jam rrezitur. Pse? Po ani nuk më solli djath lope. Nuk solli djath lope? Ai po të më donte, të më kishte sjell një djath lope, po ngelëm këtu me të ëmblat. Ngel me makarona. Unë të djath lope. Se unë jam tim lopa, Visian. Je tim lopa? Tim lopa jam. Mos vall nga që ishe tim lopa, Jozi ishte i çmendur pas murrës. Aty më ri, mbaj. U bërën ai çik xhelozi që i kapte cicat murrës. E di çfarë bër murrës ai? Po. Se këtë nuk e keni para as juve. As ne. Po, ai u ul poshtë edhe ja fërkoi. Ja fërkoi këmoj. Po, ja fërkoi cicat lopës. Edhe kujt, edhe lopës, ju vdes për lopën. Unë i thash, jo, s'po lere ta fërkoj unë. No, arroje. U bërë xheloze ti, po s'del qumshti, po se fërkove çik. Po pse mos t'ja fërkoja unë njerë? Pse mos t'ja fërkoja dhe unë njerë? Po njerë të vjen ky fat në derë, Visian.
Po ke frikë se do të zbuloj vllai i madh që po sepse ne jemi live o Lori. No, arroje. Këto janë ca alle që nuk e di fare vllai i madh. Okej. Janë sekrete. Okej, shikon, nëse të ndodh diçka ose ke dëshirë flasësh prapë me neve, tetën tjetër na merr, domethënë ti mund të kesh dalur deri atëherë, po gjithsesi. Po një minutë deri te intën tjetër, unë deri në banjo. Po ju me mos rrim banjë, vazhdo jeto. S'po them rrim banjë, po them mund ta marrësh prapë, po duash. Po ku e fshet telefonin tani? E fut aty brenda në hale? Po e kam futur tek ajo nga poshtë. E kam futur dorën nga poshtë. Edhe kam kapur një cep aty. Një pyetje, merr informacione nga jashtë tani që ke telefon? No, se nuk punon interneti. Nuk punon interneti. Në telefon, se thash mama mbushi, thash. Ma mbush, po ajo ka harruar më të mbush me internet. Vetëm kështu telefon mund të bëj, telefonat. O Lori, të urojmë suksese, pra, edhe po ti je shumë i mirë. Po, a ka ndonjë shans kur të dal që mund të pimi kafe të dy? Shiko, mund të të ftoj, po dush në një numër në portokalli? Kaq, maksimumi. Unë edhe tia. Po pra, unë dhe ti, po jo më Jozin do e që kemi njoni, kurse ty do të marrë ke Norti. Bravo, aty mbaj. Këtu po e mbaj. Kalofshi bukur. Kalofshi bukur, Lori, ishte knasi. Po i harrojmë, sa ti e shti aty brenda, i harrojmë ne. Kalofshi bukur. Ciao. Wow. Jo, po nuk ka mundësi. Wow. Nuk ka mundësi të ndodhi kjo. Vllai i madh, çfarë po ndodh? Këtu diçka po ndodh. Nuk ka mundësi që Lori të marrë nga brenda Big Brother. Ja ku jemi rikthyer në orën e fundit fare. Ja, pra dashmiq, në orën e fundit 2 orë janë gjithsej sub ora fundit. Në orën e fundit fare. Tani jemi në orën e fundit fare herë 4+2 dhe në këtë orë të fundit si jo gjithmonë, domethënë se hera herës e kemi një orë speciale sepse për shkak të njerëzve që ne kemi kënaqësinë të ftojmë. Ndoshta disa për historinë e tyre të veçantë, disa për eksperiencat e tyre, disa për mungesën e VIP-llëkut që kanë, sepse rubrika jon është Na plasi VIP-i. Rubrika Na plasi VIP-i. Dhe pikërisht ajo që kemi tani vërtet është Na plasi VIP-i. Sepse asaj nuk i plas për VIP. Fare. Zonja dhe zotri, pra nesh për kënaqësinë tuaj dhe tonën, Romunja më trendy, më seksi, më in e momentit, Carmen, mirë se erdhe. Mi mbroma, si jeni? Wow, si e flet shqipen plak. Më mirë se ne. Ashtu duket, se flas më mirë. E flet shumë mirë, e flet vërtet shumë mirë shqipen. Faleminderit. Carmen, si je lumtur që je këtu me ne sot? Po, shumë e lumtur. Tani njerëzit domethënë kanë dëshirë të të njohin, sepse ashtu siç dhe ne të njohim pak, por të prezantohemi pak për njerëzit. Atëherë të lutem, si quhesh dhe nga vjen Carmen? Unë quhem Carmen Elena Vrahoriti. Po vina Rumania. Kam 17 vite këtu. 17 vite. Ke marrë pasaportën shqiptare? Po, e kam marrë. Jo, me vërtet. Ishte pyetje kështu për po, e kam marrë. Po ka 17 vite më cum. Hej, ka të tjerë me vite dhe se kanë marrë dot. Edhe kam 2 fëmijë. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Po më fal, ky mbiemri. Duket fare si mame. Faleminderit shumë, faleminderit. Ky mbiemri Carmen është i joti, është i vajzëris? Po, Carmen Elena, pastaj mbiemri. Mbiemri është okay. Matej, se vrahuritet e kam na Ishburi. Okay, nga Matej është emri vajzërisë, po. Sepse ne jemi të interesuar për mbiemrin në rumun, sepse duam ndim si Matej, domethënë Matej nuk gjan fare si rumun, me thënë drejtën. Matej mund të ketë kudo, si Matej ka më shumë në Itali, mund të ketë në Spanjë, Matej ke pasar manu. Mund të ketë, po më fal, në Rumani nga cili qytet Rumunje? Konstanca. Qyteti me bregdet i vetmi i Rumanisë. Ju keni shansë, keni më shumë qytetet me det. Jeni më me fat. Ne kemi gjithë vijen, më thënë drejtën. Gjithandej, ne lahemi, shplahemi. Jo, Shqipëria ka një pozicion bukur gjeografik. Në fakt, unë nuk kam qenë ndonjëherë, ti Visian? Jo, unë s'kam qenë kurrë në Rumani. Carmen, po si e ndjerë në Shqipëri gjithë të vite? Mirë. Besoj se jam ndjerë goxha mirë, se jam ambientuar, përveç ndoshta edhe ca gjëra që
na mentaliteti. Po, por deri tani që je ambientuar, kanë kaluar shumë vite, besoj ke kaluar shumë sfida dhe si kanë qenë fillimet? Fillimet nuk e shikoja dot kështu se isha e dashuruar shumë. Më raf të pika. Ha një herë. Edhe isha që dashuruar që nuk se më bënte përshtypje, disha se çdo gjë që se ka marrë ka marrë. Do shkonte ai dhe ti pas, domethënë. Po, edhe për këtë gjë, po e disha se kur ka marrë këtu, e ka marrë përsipër në shtëpinë se doja dal çdo gjë që do të jetë rëndësishme të isha me atë. Kjo ishte mentaliteti im. Po, një sakrificë e madhe. Vërtet le të themi një femër luftarake, por dhe dashuruar, që vjen dhe sakrifikon sepse ndodh është shumë rrallë të ndodhi që një femër sakrifikoj ka shumë që të ndryshoj shtetin aty për dashuri. Dhe është për duar trokitur dhe komplimente. Bravo, meriton një hapçu. Po na erdhi. Po s'na erdhi ndoshim, mundet me çfarë të gjejmë. Dëgjoj. Një pyetje tjetër, familja jote si e priti këtë vendim tëndin? Si e priti, në fakt motra, se nuk e kam më. E kishe me frikë, faleminderit, e kishe me frikë, sepse tha ke mendu mirë, edhe mami. Të drejtë. Po. Tha ke mendu mirë, po mami e din kokë forcin time, dhe din se kokë krisur. E din se atë ç'a dua unë, do e bëj. Kështu se mora vetë guximi me ark këtu 21 vjeçe, edhe erdha u martova. Po, Carmen, do na thuash një gjë interesante tani, para se të kalojmë te pyetjet tjera personale. Përshëndetje të gjithëve, po na e thuash romanisht për gjithë dëgjuesit. Bună seara tuturor. Bună seara tuturor. Tutor, ku ke vajzat? Ku ke çupa vlla? Për gjithë. Tuturor. Okej, po si thuhet jam beqare? Sun singura. Një sekond tani. Sun singura. Te kisha për vete. Atëherë Carmen, Subi është singura. Sun singura. Pra nëse njeh në shok rumun, rrasja e Subit është singura. Kaloj e këtej. Kam ikë na shumë vite në Rumania që nuk e kam më njohur të ri të them. Kështu se besoj se ta zgjedhësh vetë është më mirë sa ta zgjedh një tjetër. Po Kloj na duhet në dorë të kitin e gjerë pas herë. Po përpoqëm ta zgjidhnim vetë Carmen, po hiç nuk na doli gjën të rrezitë tani. Hajde po na gjeti shoqëria. Po, nuk e dieta si herë. Pikërisht. Po m'fal, po si thon jam i martuar, këtë kam për Visianin. Po. Sun kasatorit. Sun kasatorit. Ishte shumë e vështirë për ty Visian, lere mos e thuaj. Sun kasat. Jam rrit me kasat. Fiks, më pëlqega shumë, jam rrit me kasata. Carmen, po ti tashmë je një mama e divorcuar le të themi, por e cila nuk e tregon as pak faktin që është mama, pra dukeni shumë e re. Faleminderit. Edhe pyetja që doja të bëja është tani që jeni bërë prind dhe gjyshërit a janë të lumtur me kalamajt tuaj? I takojnë? Po. Vinë në Shqipëri apo shkon? Jo, unë jetoj me mamin tim në shtëpi, e ka vite dhe mami. Ka vite dhe mami këtu. Po, se unë në fakt ti pas ke ikur, po pas ka ardhur paket domethënë te burri. Jo, ti pas ke sjell vjerën këtu me motor. Nuk është kështu, sepse unë në fakt kur linda çuni e mora mamin. Për ndihmë. Jo, nuk e mora atëherë se mami punonte në atë kohë, domethënë, edhe mami vinte keq se nuk kishte mundësi të rinte me mua. Erdhi me motrën time dhe pastaj thash, pa merak mami kur e mbyll punën, do vish të rishi çik me mua, mos vrit mendja se doja dal. Edhe mami kur mbylli punën nuk punonte më, erdhi edhe i thash rri edhe pak, edhe u kaloi viti, edhe kështu e kam marrë me vete. E more për ndihmë, po them, për të ndihmuar. Jo, me mua 2-3 muaj të ri, edhe na 3 muaj u ja kanë kaluar. Nga 3 muaj mami 30 vjet domethënë në Shqipëri. 12 vite ka kaluar. E mora nuk e lëshova. Nga 3 muaj mami gjeti dhe burr këtu i Shqiptar. Mami krijoi një jetë re. Jo, e gjeta vetun, por mami se bëjmë shaka. Po, e dim, po e mora kështu. Nuk e di se e ka ardhur vet kjo gjë dhe ka majt pastaj do rishte. Mami e ka mësuar shqipen? Po, kuptoni çik, ja del vetëm, nuk është problem. Do me thonë me ikte dyqani, me ble ndonjë gjë. Nuk humbet mami, kjo është e sigurt. Jo, është e fortë mami. Carmen, ke para se do bëjmë ke një preferencë muzikore të përshëndesim dhe rikthehemi prapë më pas? Një këngë rumune për shembull. Po prit më cup na thot vet. Atë çka keni ju qef, madje Rumani, pse jo? Ajo kënga. O Kloj është ajo madje në Rumenia. Është e bukur shumë ajo, më thon drejt. Ajo. Keni qef e ka qenë trend. Ne vdesim, ne shqiptarët vdesim për të dëtuar. Ajo është trendi i momentit në TikTok, më thon drejt.
Po, do t'japim kohë. Ka qenë super virale, është një ndër këngët më të kërcyra. Janë ca vëllezër, Kalim Brothers, janë shumë të famshëm. Janë shumë të famshëm në TikTok, janë domethënë sensacioni i TikTokut, janë Romuna ta vëllezrit. Dhe ata kërcejnë këngë të ndryshme, po e kërcejnë shumë bukur me thënë drejtën. Dhe një ndër hitet që ata kanë bërë hit global është Made in Romania. Vetëm me kërcimet që bën. Me atë, kështu e kanë bërë dhe vite se ka bërë hiti që s'ka bërë kjo. Sepse është këngë shumë e vjetër, që në Top Albania Radio me Visianin Cubin, DJ Kloj në putje transmetimit dhe e ftuar me neve Carmen, Helena, Matej. Matej tashmë sepse për pak domethënë do bëhet Matej sepse. Po e ke shumë të bukur mbi emrin tënd. Faleminderit. Prandaj do jam mbrapsht. Të kishte marr malli. Po, kishte marr malli shumë. Kështu që Carmen, një pyetje dua të bëj. Normalisht ti një raport 17 vite me një shqiptar, në të cilin ti ke sakrifikuar kaq shumë dhe je rikthyer në Shqipëri, ke lënë shtetin tënd, që s'është e pakët. Ka ndërtuar një jetë të re. Tani Zoti ju ka bekuar me 2 fëmijë. Fatkeqësisht raporti ndodh që edhe përfundon, nuk jeni as të parët as fundet që jeta e tillë është, e kupton? Por ajo që do të pyesja është raporti me familjen e bashortit tuaj si është? S'kam fare raport. Vërtet? Po, fare. Me asnjë nga familjarët? Jo, nuk. Të kanë bërë dalje. Të kanë bërë blok. Dalje, blok. Po si mund të bësh dalje mamas së fëmijëve? Okej, interesant. Se nuk e di asun se kuptoj pse, se s'kishin arsye. Një vendim shumë radikal. Po ti ke tentuar të komunikosh, si ka ndodhur, domethënë ky bllokimi menjëhershëm? Ka ndodhur sepse nuk mund të duroja më mos respekti në familje dhe vlera familjare. Nuk mund ta pranoja më. Kam kaluar shumë gjërat edhe nuk mund ta pranoj këtë gjë dhe tashi kam bërë divorci edhe nuk ka ardhur njeriu të më thotë pse ose pra duket sikur ka qenë një përplasje mes të vërtetave që u ke thënë ti edhe ata po themi deri diku nuk i kanë pranuar dhe duket sikur është bërë jo. Me sa është thjesht kanë mbrojtur fëmijën e fëmijës së vet, pa diskutim. Po ndërkohë nuk ka ardhur të më pyesi për shembull asnjë gjë. Pse ndodhi kjo apo si ndodhi ajo? Po pra. Jo, fare. Të vërtetat e tua në mënyrë kategorike nuk i kanë pranuar, po themi dhe s'u kanë përballë fare. Po se din në vërtetës ka ardhur, më pyet, nuk e di çfarë vërtetën e din, na zotria. Carmen, nëse mundet të pyesim duke qenë se ti po ndan me një gjëra që vërtet janë personale dhe është e drejta jote ti ndash apo jo dhe ne s'duam të të sforcojmë, sepse nuk jemi nga ato emisione që duam t'i detyrojmë njerëzit na japin skupe lajme gjëra. Ne jemi emision aktues, por në hapçun ton ne duam të dimë si të shtim, domethënë arsyeja e ndarjes është kush është? Tradhtia? Si një dështim e vogël, një akt të vogël. Po, kjo. Tradhtia. Po. Okej. Mos respekti edhe Mos respekti edhe për këto gjëra, vlera familjare që ka një familje. Do me thënë normalisht vlerë, se unë këtu për familje kam ardhur, kam lënë vendin tim, edhe nuk e pengoj kur, sepse unë mund ta bëja edhe nëse pas nëse prap, sepse kam bërë me sinqeriteti më të madh në këtë botë. Kam luftuar, por duket se edhe lufta ime shkot sikur nuk ka vlerë. Atëherë më pëlqen të më respektohet, edhe këto kam kërkuar gjithmonë. Ajo që doja të thoja tani në këto momente, Carmen, është që ti je vërtet një burrnesh shqiptare. Po. Sa bukur ti gëllon, faleminderit. Nuk kam pas as vlerësime. Edhe mendoj se nga mënyra se si ti flet për familjen dhe mënyra se si ti kërkon respektin, dukesh tamam një burrnesh dhe mënyra edhe duke të dëgjuar shqip, sa bukur e flet shqipen, edhe sa pastër realisht respekte për ty. Sepse ajo e tha dhe me gojën e saj që tek e fundit unë për të krijuar këtë familje erdha. Dhe nuk mund të shkele me këmbë. Jo, dhe bravo. Nuk e kam pranuar, nuk më pëlqen shkelja. Tani e dashur Carmen, me qenë se jemi në zonën e se u bëra dhe unë shumë ndjeshme tani. Tani kalojmë pozitiv. Tani do ecim para. Tani do dalim pozitivitet. Nëse të vjen një ofertë për të futur në Big Brother, tani që edhe pak beqa, do ta pranoje?
Është çik në rrezik kjo gjoje. Në këtë moment edhe ndoshta edhe nuk është mundësia se unë jam ndar akoma, jam në proces ndarjes. Po mirë, tani po mbaron. Jo, një sekond, prit. De facto, ky Big Brother po mbaron. Po flasim për tjetrin. Je një kandidate në opinionin tim, sa i njoh individ, je një kandidate shumë interesante, një, e dyta ke një autobiografi dhe biografi vërtet emocionuese, ne kemi diskutuar bashkë gjëra të cilat edhe nuk mund t'i themi tani se janë shumë personale në radio, por ke një biografi shumë të bukur dhe mendoj që do jesh një ndër pretendentët për ka një karakter shumë të finalist, fortë. Po themi se s'po themi për ta fituar, se se dim si do shkojë. Ke vërtet një karakter shumë të fortë dhe luftarake. Faleminderit për vlerësimin. Kështu që e marrin të mirë qen pra të gjitha këto. Të pëlqen si eksperiencë? Nuk e di, mua më pëlqen gjithmonë të provoj gjërat e reja në jetë dhe gjithmonë të mësoj gjërat e reja në jetë, edhe kam atë qefi gjithmonë, por ideja është se them na sinqeritësia aq sinqer si jam unë edhe jam edhe spontane, jam edhe ndjeshme, jam edhe fort. Ç'a do bëhet atje? Gjithë komponentët i paske për Big Brother. E ndjeshme, e fortë, e spontane. Po them futu tani. Po, nuk e diet asnjëherë, nuk e them se diet asnjëherë, por ideja është se kjo sensibilitetin tim do përdoret shumë. Kunjat unë nuk e duroj dot. E kam inat rrenat edhe kunjat edhe mashtrimit. Si do të përballoj unë? Ti do të çerësh maskat rrenacakëve. Po unë e di si do jam unë atje, po e shoh veten duke qenë. E shoh shumë sinqeritet direkte si jam unë, se kështu jam. Edhe nuk mund ta përballoj një rren, do jesh dhe u thuash ballë. Jo, kështu jam për jetë, po unë duke qenë kështu është problem në Shqipëri. E han. Edhe nuk është mirë të jesh sinqert. Edhe prandaj vetmja gjë që mund të më pengoj është kjo, se unë jam i sinqert. Sinqeriteti i tepërt. Shiko, edhe unë kam këtë si gjë, jam shumë i drejtë për drejtë, se jam pak sanguin si natyrë, edhe kam qejf të them gjërat ballazi, ndoshta për personin që ja them, ndoshta është pak nuk i konvenon si gjë, por unë si natyrë kam dëshirë të them dhe mendoj se njerëzit që janë të drejtë për drejtë, spontan, janë vërtet njerëz të mirë dhe janë të pastër. Janë të vërtet. Janë, po si do bëjmë ne me i çik mentaliteti? Do ja dalin. Carmen. Me sakrifica pra e tha, me sakrifica deri në fund. Po, jo, unë jam natyrë që sakrifikohem. Luftë deri në fund. E vërteta dhe drejtësia gjithmonë triumfon. Pastaj sa do dall të kalojmë. Kemi edhe pak kohë, do të bëj një pyetje, pastaj do kemi një pyetësor që lidhet edhe pak me eksperiencat e tua këtu në Shqipëri, me ushqimet e preferuar, me gjëra, po do të bëj një pyetje tani. Ti si individ, normalisht çdo femër ka pasionet e saj. Kush kanë qenë ëndra jote kur ke qenë e vogël? Çka ke dashur të bëhesh? Më ka pëlqyer shumë pjesa e modelingut. Vetëm afro pak në mikrofon, lutem. Më ka pëlqyer shumë modelingu, veshjen, edhe gjithmonë pjesa e estetikës, e make-upit, veshjes, janë kështu si ta shoh një person e kompletuar në lart e poshtë. Domethënë, megjithatë mos i mungon të gjë, kështu isha kur isha. Dhe në fakt kjo duket edhe tek ty vetë, sepse ti e rezonon këtë gjë. Duket që je shumë e kujdesshme me veten. Po e kam qenë. Fal Cubi, të duket e kuruar nga lart e poshtë? Jo, nga poshtë ndoshta nuk më shikon, po. Jo të bash, jo. Po. Nga lart. Po pse pyetja për ty? Pse është beqare? Se beqare nuk e gjetur. Se për të kuruar që kemi të kuruar, lart e poshtë po. Kështu që çfarë po ndodh me jetën? Çai mungon? Nuk e tërhequr personi i duhur për ty, edhe. Se kam tërhequr. Po çfarë të bëj për ta tërhequr? Po mendoj edhe gjë tjetër, përveç atë. Nuk ka më meshkull aq të forta, të duhet vetëm një person në ditën e sotshme. O Carmen, edhe mund të jesh mirë, po kjo. Nuk jam edhe unë luftarake.